euro, kishim vlerën 125.000 lek, sot ato e kanë vlerën vetëm 90.000 lek. Por asaj nuk e kanë, pse? Sepse janë rritur çmimet. Kështu që ato janë përgjysmuar, mund të themi që në 100 euro që ju dërgojnë fëmijët tuaj, ju tash më keni vetëm 60 euro. Po si këmbim, çfarë merrni? A merrni shërbime? A merrni rrugë? A merrni arsim për fëmijët tuaj? Si cilësia në këto shkolla? Pra ju nuk merrni asgjë. Jeni ta ngelur pa bërë, ta ngelur vetëm 10 kilometër. Pra, në 10 vjet, sikur nga 1 kilometër rrugë të ishte bërë, tashmë çdo familje do të ishte vetëm 50 metër larg rrugës shtëpia e saj. Është e pa lidhur me Kreshpa. Gjekin ne me ju bëjmë tregti, bëjmë domethënë kemi të gjitha mundësitë për të punuar me ju dhe për të qenë më pranë jush. Mutesh tash të vija me vllai nga Cakrani, Ermani Vërdall dhe bën 8 kilometra rrugë për të ardhur direkt këtu. Mund të jetë të Nëse sa granjo që kemi fat në malë, që kemi deputet të zonës tonë, aq më shumë nuk është kontakt. Bruna është nusja e Cakrani. Nusja e Kreshpanit. Bruna është nusja e Kreshpanit. Edhe po e themi dhe nusja e Cakranit. Kështu që ne gjithë duhet ndihemi krenarë që kemi deputet të zonës Cakranit. Që nga 1990 që kemi qenë pothuajse pjesa më e madhe juaj është veteran të opozitës, nuk po i them të përdësat, po kemi qenë, jemi veteran të opozitës dhe nuk kemi parë asnjëherë njeri që të vitë çaj hallet tona në këtë forum që ka ardhur Bruna. Unë shpreh respekt për Bruna dhe ju uroj suksese dhe bravo si qoftë që vjen interesohet për hallet dhe problemet tona. Sikur qeveria që sot të pushtet, kishte vërtet në rrugë, do të Kreshpa kishte 2 rrugë. Nëse sa granjo që kemi fat në malë, që kemi deputet të zonës tonë,